Kom votua pres ndryshim të vogël. Nuk besoj, s'ma me menja që jenë qash budallë, po i ftoj me marrë me votua dhe me bo ndryshimin. Presim inshallah bëhet ma mirë, mendoj që ma mirë do të bëhet, do të vetisohen, bashkohen, të zgjidhin problemin. Varet këtë për vullnetit partive, nëse kanë koalicione, nuk shumë zgjidhen, nëse jo qeveria formohet mirë po, presidenta nuk zgjidhen pa koalicion, mes partive. Po shko kandidat kështu njëherë alo të në vorët partit, nuk e di se cili do të propozohet. Ju uroj sukses, edhe qeverisë, edhe presidentës, edhe gjitha vështë për një përpokull. Procesi votimit a ka shku mirë, a keni pas do një të lojë? Ja, mirë ka shku, s'ka pas probleme, mirë kem kaluë, të sfitaj maj miri. Ka ku votue, ne gjithmonë votojmë për me pritin në të mira, por në për në vind mirat. A presin që kena me pasër e zgjeda, apo kemi qeveri dhe president? Kur gjofi si besohet e na, gjitha janë të mundshme. Kush është fajtori që sërëshimin në zgjedhjes pas fundit? Kretë ata të cilët janë kryet partive politike e kanë folë për këto, se kur kusht tjetër. Ndërsa sot që keni votu procesi, a ka shku gjithçka në rregull? Deri me këtë moment, s'kemi po gjithçka.